në këtë edicion do të ndiqni. Qytetarët kundërshtojnë propozimet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike nga muaji prill. Aksioni në Barnatore, dogana e Kosovës lufton kontrabandën dhe mbron shëndetin publik. Kino Hyria Hana në Gjakov këtë javë vjen me 3 premiera të reja. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat më të fundit për indeksin e çmimeve të pronave të banimit për tremujorin e tretë të vitit 2025, duke treguar një rritje të moderuar të çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Sipas ASK-s, çmimet e pronave të banimit u rritën për 4.3% në tremujorin e tretë të vitit 2025, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2024. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e çmimeve të pronave të banimit në Kosovë për tremujorin e tretë të vitit 2025, duke treguar një rritje të moderuar të çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Sipas të dhënave të ASK-s, indeksi i çmimeve të pronave të banimit u rrit me 2.4% në tremujorin e tretë të vitit 2025, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2024, ndërkaq krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2025, çmimet e pronave të banimit postuan rënje prej 2.1%. Duke u bazuar në të dhënat e rajonit të Prishtinës, çmimet e pronave të banimit u rritën për 1.3% në tremujorin e tretë të vitit 2025, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2024. Ndërkaq sa i përket rajoneve tjera të vendit, çmimet e pronave të banimit u rritën për 4.3% në tremujorin e tretë të vitit 2025, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2024. 3 operatorët energjetik në Kosovë kanë kërkuar rritjen e tarifave të energjisë elektrike për vitin 2026. Ky lajm i ka dëshpëruar tej masë konsumatorët, të cilët vlerësojnë se nëse do të ndodhte edhe një rritje tjetër e energjisë elektrike, do të jetë e papërballueshme për të ardhurat e tyre mujore. Kompania për furnizim me energji elektrike Kesko ka dorëzuar te zyra e rregullatorit të energjisë një kërkesë për rritjen e tarifave të energjisë elektrike rreth 21% për vitin 2026. Në lidhje me këtë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se në Kosovë qytetarët duan të kenë dhomat më të nxehta se sa që duhet. Gjë fakti që po ngrohemi me rrymë tepër shumë. Përveç asaj që ngrohemi me rrymë, na edhe ngrohemi shumë me rrymë. Temperaturat në prodhoma I kemi duke shumë të larta se sa që është normal. Ekipi ynë sot ka intervistuar qytetarët të cilët u shprehen të pakënaqur me kërkesën e ZRS, nga se kjo gjë do të vështirësoj edhe ekonomitë familjare, por nga ana tjetër reagime jo të mira pati edhe për deklaratën e kryeministrit Kurti. Mendimi jem edhe I popullit për rritjen e rrymës nuk është I mirë hiç. Jem gjendje të mirueshme. Na boll pa ta boll shtrajti. Kjo nuk është rregull për ne. Ndërsa reagimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti si e shihni? Jo mirë hiç, absolutisht so mirë. Është krejt e papërballueshme. Pse? Unë jam pension, marr 150 euro në muaj. Çka më bën me 150 euro? Çka më bën? Borna, rryma, bërlloki, ujt, ku më mor, çka më bën? Kjo nuk kom mirë hiç, për ne nuk kom mirë. Na jemi me vojnë në buzë, a pra ta mirë se në fotele, në të morë pare sa të desht, të mos se shka, ka, ku I morën, ata dini. Ja, reagimin e ti në pram kom kesh, ata kom shkym televizorin. Se ja nisi për hargjani energji ma shumë, për hargjani ma pak. Ajo është këtë punë e jemja, se unë e paguj. Unë kërë hargjaj, e di që më vjen faktura ma afrime. Kërë nuk hargjaj, më vjen. Unë I për tas shoqës, në ledriten, bën ato, në temen. Po shpenzimet janë tash, është koha është nuk është sikur përpara dhazën e ditës e anën tërë. Një qytetar tjetër u shpreh se rritja e çmimit të rrymës 4 herë brenda 3 viteve të fundit është e papranueshme. Për banora po din me reagu, e për qeveritas po din me reagu.
Balua vish me mytë kretë. Unë nuk di që shka mi bo. Që thënë qëfar jetë, qëfar katastrofë, qëfar shtrajtije modhe, për 3 vjetë ka të jam rritë rrimë ma vish në Kosovë ndohë këtë canë. Ko më nëtë mja vjep ka i që nërë kështë pjo një mëj, ko 3 javë rritë rrimën, javë rritë qmime të asine, kjo është absurde. Për shtetin e Kosovë shkën ka bojnë. ZRE është në proces të shqyrtimit të këtyre aplikimeve dhe ende nuk ka vendosur zyrtarisht nëse do të miratoj rritjen e kërkuar apo do të refuzoj. Rrjetet sociale kanë një ndikim të madh në jetën tonë të përditshme, veçanërisht tek të rinjt. Shumë prej adoleshentëve kalojnë orë të tëra duke shfletuar për mbajtje të ndryshme, e duke komunikuar me miq ose duke ndjekur trendet e fundit. Por nëse shfrytëzimi i tyre bëhet në mënyrë të pakontrolluar, mund të ketë pasoja në shëndetin e gjithë secilit fëmijë. Kështu vlerësojnë profesionistët e fushës së sociologjisë. Rrjetet sociale po ndikojnë drejt për drejt në mënyrën e komunikimit mes fëmijëve dhe të rinjve, duke nxitur gjufyese, linçime dhe konfliktet që shpesh nisin përmes mesazheve dhe brenda familjeve, e më pas zhvendosen në shkolla dhe hapësira publike. Sociologu Gence Zërza thotë se ndikimi është shumë i madh. Kohëve të fundit, sipas efekteve apo ngjarjeve që po i posedojmë në përditshmërinë tonë, po ndikojnë mjaft keq. Ashtu që fjala publike apo nëpërmes rrjeteve sociale në farë forme e tregon edhe një lloj komunikimi mes fëmijëve, edhe sidomos edhe brenda shoqërisë. Në shumicën e rasteve aty po ka fjalë jo të përshtatshme, linçime, fyrje, të cilat pastaj po na dalin nga kontrolli, pra nëpërmes kësaj rrjeteve sociale, të cilat ku ky debat i keq po fillon brenda shtëpive, pastaj ato po përcjellet në hapësira publike, në shkolla, edhe në disa raste po përfundon me konflikte. Ashtu që mendoj në disa çështje duke ditur që fëmijët janë në zhvillim e sipër, ende janë në formim të personalitetit dhe egon e kanë të pakontrolluar, janë ra prerë e ngacmimeve të ndryshme, konflikteve, e mos themi edhe dhunës fizike. Kjo problematik nuk është vetëm lokale, por globale, ku disa shtete kanë ndërmarrë masa kufizuese për përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët, si një përpjekje për të mbrojtur zhvillimin e tyre psikologjik dhe social. Disa shtete, si për shembull Australia, për fëmijë deri në moshën 16 vjeçare kanë ndaluar, Franca e rishikon, edhe Franca mendoj se do të hyjë në ndalim të gjitha rrjeteve sociale për fëmijë deri në moshën 15 vjeçare, ashtu që është një problematik globale, nuk ka të bëjë vetëm me shoqërinë tonë, por është diçka më e thellë, më gjithëpërfshirëse dhe mos të themi globale. Ekspertët paralajmërojnë se komunikimi virtual mes adoleshentëve mund të dalë lehtë jashtë kontrollit, duke ndikuar negativisht në formimin e personalitetit dhe menaxhimin e emocioneve. Për të parë pasqyrimin se si ndikon, është filmi Adoleshent që kisha preferuar të gjithë të rinjve, po edhe prindve të shqyqojnë se si ndikon në mënyrën më të keqe dhe si mund të del jashtë kontrollit ky komunikim verbal mes të rinjve. Institucionet, prindërit dhe shoqëria civile ftohen të bashkëpunojnë për rikthimin e komunikimit ballë për ballë, pasi izolimi pas ekranit po ndikon jo vetëm në shëndetjen mendor, por edhe në mirëqenien fizike të rinjve. Mendoj që institucionet relevante në bashkëveprim me shoqërinë civile, pastaj me prindërit, edhe me shumë komunitete të ndryshme, të cilat janë të ndikuara nga kjo problematikë, mendoj se do të ishte mirë ta rishikonin, do sa nga pikë vështrimi im, mendoj se do ishte mirë që një kohë të ndalen edhe të kthehemi në atë komunikimin ton klasik ballë për ballë, sepse kjo po ndikon në digitalizimin e rinisë, po bën më asocial, jo të shoqërueshëm, duke ndajë brenda para ekraneve me orë të tëra, dhe kjo gjithashtu po ndikon në shëndetin e tyre mendor, në psiqikën, po ashtu edhe në shëndetin e tyre fizik, duke qëndruar me orë të tëra ulur, duke mos u marrë me aktivitete të ndryshme fizike. Kjo mbetet një thirrje për më shumë vetdije dhe përgjegjësi të përbashkët, në mënyrë që hapësirat digjitale të mos kthehen në burim konfliktesh, por në një mjet komunikimi të shëndetshëm për brezat e rinj.
Dogana e Kosovës ka zhvilluar dje një aksion kontrolli në 6 subjekte në Pej, të cilat merren me tregtimin e barnave, si dhe në një subjekt në Xhakov me fokus për ndalimin e tregtimit të barnave pa dokumentacion dhe pa procedura të rregullta doganore. Në një lidhje virtuale, zëdhënësi doganës Adriatik Stavileci ka dhënë detaje shtesë në lidhje me aksionin e zhvilluar në barnatorët e këtyre 2 komunave. Ndjekim kronikën. Dogana e Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare për Inteligjencë ka zhvilluar aksion në Pej dhe Xhakov, ku janë konfiskuar pakome barna të dyshuara si kontraband. Sipas doganës, barnat në Pej janë gjetur në një tunel, ndërsa në Xhakov në një lokacion tjetër. Dogana e Kosovës bashkëpunim me OKI-n kemi pas një operacion në kundër barnave të kontrabanduara. Në kryesisht operacioni ka qenë i fokusuar në rajonin e Pejës, në 6 lokacione në rajonin e Pejës, derisa në Xhakov kemi pas në një lokacion apo në një farmaci. Do të thotë si rezultati përgjithshëm i këtij operacioni janë konfiskuar ambinimi paketime të ndryshme të barnave të ndryshme, por në veçanti edhe ato psikotrope. Derisa vlera e gjithbashme e konfiskimeve që kanë ndodhur dje ka të kalon 10.000 euro. Ai ka bërë të ditur se gjatë aksionit janë sekuestruar sasi të konsiderueshme barnash dhe se operacioni është realizuar në bashkëpunim me institucionet e sigurisë. Ka kohë që jemi duke punuar që se dogana përveç aspektit financiar, ose aspektit të mbledhjes së të hyrave, dogana e ka edhe obligim që ta mbrojë edhe shëndetin publik dhe normalisht me këto veprime ne mbrojmë shëndetin publik të njerëzve që ato barna mos qiten në mënyrë të pakontrolluara. Stavileci shtoi se barnat nuk kanë arritur të dalin në treg pas janë zbuluar dhe konfiskuar me kohë. Ky aksion sipas institucioneve është realizuar në kuadër të luftimit të kontrabandës dhe mbrojtjes së shëndetit publik. Ashtu si që ishte planifikuar, procesi i rinumrimit të votave në të gjitha komunat e Kosovës është përmbyllur sot. Në një lidhje telefonike, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka treguar detaje shtesë për ecurinë e procesit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka planifikuar që sonte të përfundojë gjithë procesi i rinumrimit të vendvotimeve. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka pohuar syrit se kanë mbetur vetëm edhe disa kuti për tu numëruar dhe procesi të përmbyllet. Ata kur flasin do thotë që shënon ora 16, kanë mbetur në proces për tu rinumëruar edhe rreth 60 vendvotimet e fundit që i takojnë pra procesit të rregull zgjedhor që është zhvilluar më 28 dhjetor dhe sipas planifikimeve do thotë gjatë ditës së sotme në mbrëmje presim që të përfundojë rinumërimi edhe i këtyre vendvotimeve të mbetura. Po ende nuk dihet se kur do të mbahet një takim nga KQZ për shpalljen e rezultateve përfundimtare. Kjo pasi vendimi për mbledhjen do të bëhet publik orët në vazhdim. Pas procesit të rinumërimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sigurisht se KQZ do të caktojë mbledhjen e radhës ku në rend të ditës do të jetë pikërisht do thotë shpallja këtyre rezultateve, por për kohën e saktë të kësaj mbledhje sigurisht se do të njoftojmë me kohë gjatë ditës sotme. Ashtu siç parashihet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, subjektet politike dhe kandidatët do të mund të parashtrojnë ankesat e tyre në PZAP dhe eventualisht procesi mund të shkojë deri në Gjykatën Supreme. Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, subjektet politike dhe kandidatët kanë të drejtën e tyre për të paraqitur ankesat në PZAP dhe siç e kemi shpjeguar në shumë raste tjera, çështja mund të shkojë deri në Gjykatën Supreme në rast se palët janë të pakënaqura me vendimin e BZAP-it. KQZ sigurisht se duhet të presë paraqitjen e këtyre ankesave nga subjektet politike dhe kandidatët, sepse kjo është një drejtë ligjore që u takon atyre, të shoh vendimarrjen e këtyre institucion, pra të pres vendimarrjen e tyre, të zbatoj këto vendime varësisht se çfarë obligojnë KQZ-n, dhe pastaj do të mund të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve që do të shënonte përmbylljen e të gjithë procesit zgjedhor.
Edhe pse nga të gjithë po kërkohet që sa më shpejt të bëhet edhe certifikimi i zgjedhjeve, zëdhënësi Elezi tha se kjo varet nga disa faktorë, prandaj nuk mund të specifikohet një datë se kur mund të ndodhë. Koha ndërmjet nga shpallja e rezultatit përfundimtar deri në certifikimin e tij varet nga disa faktorë, pra nga ajo se çfarë do të kemi gjatë procesit të ankesave. Pra, mbetet të shohim se e para se sa do të jetë numri i këtyre ankesave, nëse do të ketë, pastaj vendimarrja e institucioneve, çfarë do ta detyrojë KSZ-n këto institucione të ndërmarrë, pra për zbatuar ato vendime, pra kjo kohë nga shpallja deri në certifikim varet krejtësisht nga periudha e ankesave. Kujtojmë se procesi i rinumrimit kishte filluar me 13 janar në disa komuna, e pastaj pas vendimit të dytë të KQZ-s me 19 janar 2026, në proces të rinumrimit u përfshin edhe vendvotimet e komunave tjera. Familjet të dëmtuara nga vërshimet e ndodhura në fillim të muajit janar, sot u furnizuan me pako ushqimore dhe higjienike. Ky aktivitet u mbajt si një bashkëpunim mes Drejtorisë së Shëndetësisë në Gjakov dhe shoqatës Bereqeti. Ndërkohë vetë përfituesit u pan të jenë të kënaqur me ndihmën e ofruar. Familjet e dëmtuara nga vërshimet të ndodhura në fillim të muajit janar sot janë furnizuar me paku ushqimore, higjienike dhe produkte tjera shtëpiake. Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjakov, Lulzim Goçi, ka theksuar se që nga momenti i ndodhjes së vërshimeve, shtabi emergjent ka qenë aktiv në terren, duke bashkëpunuar ngushtë me shoqatën Bereqeti për t'u dalë në ndihmë familjeve në nevojë. Duke marrë parasysh vështrimet e fundit që ka ndodhur në komunën tonë, komuna e Gjakovës bashkëpunim me shoqatën Bamirësi Bereqeti ka hapur thirrjen publike për të ndalë një ndihmë këtyre familjeve. Fati praktikim ka qenë deri me datën 23 janar. Të gjithë ata aplikuesit paraprakishin janë verifikuar nga komisioni vlerësues i komunës dhe lista përfituesve përzgjedhur nga komisioni. Ndërkohë, kryetari i shoqatës Bereqeti, Hoxh Abdulrahman Bejtullahu, ka bërë të ditur se përmes një iniciative humanitare është hapur një platformë GoFundMe nga studentët Jon Hoxha dhe Alteran Gashi në SBA, ku brenda 4 ditësh janë mbledhur mbi $12,000. Në momentin që ka ndodhur vërshimi në kundër në Gjakovës, shtabi emergjencë së bashku me Bereqetin kanë qenë aktiv duke ndihmuar familjeve që kanë nevojë. Është hap një GoFundMe nga Jon Hoxha që është student në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Alteran Gashin, dhe vetëm për 4 ditë e këtë e ka lënë shumën $12,000. Ka dorë Zoti se shumë kanë bashkangjitur shumë bizneset të Gjakovës dhe shumë bamirësa xhenatli, dikush me të holla, dikush me gjëra që elementare duke vazhduar nga komodita dhe shumë bamirësa të tjerë që mos e ceki se padyshim harroj dikon. Në jetën kohë falenderoj shtabin emergjent, ata kanë bërë përzgjedhjen e familjeve, ata kanë marrë përsipër për punën e mrekullueshme që e kanë bërë. 50 familje e kanë marrë sot. Ka dhe nevojë dhe më tepër, por besim që Ramazan ata të tjerë që s'kan marrë që ndihmojmë. Sipas Bejtullahut, sot ndihma është shpërndar për 50 familje, ndërsa një pako ka vlerën rreth €600, duke çuar shumën totale të ndihmës në rreth €30,000. Një paku ka vlerën €600, janë €30,000 shuma që është totale. Prandaj gjithëve që na kanë ndihmuar dhe kanë besuar tek ne. Është një levatriçe, është një mini shpejt i vogël me 2 pllogja, është paku ushqimore, është tepiha, jargonat, jastykat, jogat nga komodita, jetën kohë është paku elementar dhe gjëra higjienike. Nga aty u tha se nevojat mbeten ende të mëdha dhe kanë shprehur shpresën që edhe familje tjera që nuk kanë përfituar sot të ndihmohen gjatë muajit të Ramazanit. Në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov vazhdimisht marrin trajtime dhe pacientët nga zonat e veriut të Shqipërisë. E në shenjë mirënjohje për bashkëpunimin, Republika e Shqipërisë ka ndarë mirënjohje për spitalin e Gjakovës. Spitali i përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov ka pranuar mirënjohje nga Republika e Shqipërisë, duke falendëruar stafin, mjekët, infermierët dhe menaxhmentin për shërbimin që bëjnë ndaj pacientëve nga Shqipëria. Mirënjohjen e ka dorëzuar ambasadori i Shqipërisë Petrit Malaj. Ambasadori i Shqipërisë, zotëri Petrit Malaj, në emër të shtetit Shqipërisë, pra Republikës Shqipërisë, e ka nderuar të gjithë stafin e spitalit, pra mjekët, infermierët, menaxhmentin e spitalit të gjithë,
për punën që bëhet spital për gjithë pacientat, por edhe për një pjesë për malsinë e Gjakovës, për shërbimet që japin për këta qytetarë. Është një vlerësim i veçantë, sidomos kur bëhet nga një ambasador. Ambasadori është shumë i kënaqur edhe me punën në spitale dhe se ka bërë një vizitë nga afër gjithë institucionit, është shumë i kënaqur dhe ne jemi shumë të emocionuar nga kjo mirënjohje që është bërë nga shteti shqiptar. Shala tha se numri i pacientëve nga zonat veriore të Shqipërisë në spitalin e Gjakovës është i madh, po ashtu edhe numri i lindjeve. Bazuar në raportet që i kemi nxjerrë për 2025, janë më shumë se 6.000 pacientë që kanë marrë shërbime nga këto zona në spitalin tonë. Janë 72 lindje që kanë ndodhur në spitalin tonë, domethënë 72 fëmijë kanë lindë në ginekologjinë në spitalit Gjakovës. Pastaj janë afërsisht 200 operacione që janë bërë. Kemi pas dikun 700 pacientë të cilët kanë qenë të hospitalizuar, të shtrirë pranë spital që kanë marrë shërbime. Është një numër i madh i shërbimeve shëndetësore. Pothuajse gjitha shërbimet që i marrin qytetarë tjerë dhe qytetarët e Shqipërisë, kjo është fal infrastrukturës, afërsisë, pastaj numri i mjekëve është më i madh te ne se në Brancorës në zonën e Hasit. Shala tha se pacientët nga Shqipëria janë në shtëpinë e tyre në Gjakovë, sepse lidhjet janë vëllazërore. Tomi dhe Jerry, Melania dhe Falli 2 janë 3 premierat që janë planifikuar të shfaqen sonte dhe gjatë 2 ditëve të vikendit në kinema Hyria Hana. Adhuruesit e kinematografisë botërore edhe këtë fundjavë kanë mundësi të zgjedhin premierën e tyre të preferuar në kinema në Gjakovës, vendi i njohur për zgjedhjen e filmave që aktualisht po shfaqen edhe në kinemat më të njohura botërore. Kino Hyria Hana vazhdon të sjell pranë adhuruesve të botës kinematografike filmat më të rinj, duke përfshirë zhanre nga më të ndryshmet e për të gjitha moshat. Këtë javë në kino do të shfaqen 3 premiera, njëra filmi animuar, tjetra dokumentar dhe një film shqiptar. Dita e premte do të fillojë me shfaqjen e premierës Tom and Jerry Forbidden Compass, me fillim nga ora 18, ndërkaq filmi The Housemaid do të shfaqet në ora 20. Se i përket ditës së shtunë, në kino Hyria Hana do të shfaqet filmi Një princeshë rebele nga ora 13 dhe filmi Tom and Jerry Forbidden Compass nga ora 16. E shtuna do të ketë listë të gjerë të filmave, ku do të shfaqen edhe 2 premiera të shumëpritura. Melania shfaqet premier në ora 18, ndërkaq premiera e fundit të javës do të jetë filmi shqiptar Falli 2. Dita e diel do të fillojë me shfaqjen e filmit Tom and Jerry Forbidden Compass në ora 13, vazhdon me filmin Zootopia 2 në ora 16, filmin Falli 2 ora 18 dhe java përmbyllet me shfaqjen e filmit Return to the Silent Hill në ora 20. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Qytetarët kundërshtojnë propozimet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike nga muaji prill. Aksioni në Barnatore, dogana e Kosovës lufton kontrabandën dhe mbron shëndetin publik. Kino Hyria Hana në Gjakovë këtë javë vjen me 3 premiera të reja. Këtu po e përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe vazhdoni të qëndroni me ne, duke na ndjekur përmes ekranit ose përmes llogarive tona në rrjetet sociale. Mirëmbëjtje.